Arben, edhe ndërnas ka ndodhë vërshime në 2021, nuk ka ndodhë në 2022, sepse i kemi pas lumejt pastrum, shtretit e lumejve i kemi zjeru, i kemi pastru. Problemet e na nuk vjen sepse eksploatojnë zhavar, apo diçka se të na lumejt janë nuk kanë zhavar, dhe me thonë. Por ka ndodhë edhe nga hudhja e dherave ndryshme që njerëzit kanë ndërtu edhe pastaj tjertë i kanë marrë dhevën e kanë mush për gjatë lumejve në tokat e tyne për t'i bo toka për çështje biznesi e kështu me radhë. Po, niveli qendror besoj që urgjentisht duhet me zhblloku buxhetin për emergjencat, sepse ne si komuna nuk i kemi asnjë lloj buxheti për momentin zhbllokum, edhe kemi problem edhe me dasht diçka me ndërmarrë, na nuk mund ndërmarrim sepse nuk kemi buxhet për këto çështje, për domët që kanë ardhur nga katastrofat, në këtë rast nga vërshimet. Prandaj qeveria besoj, qeveria shumë shpejt duhet vendos edhe duhet na alokoj buxhet që ne t'i dalim ta kalojmë sa ma lehtë edhe t'i riparojmë gjitha rrugë, gjitha rridhat që kanë dëmtu rrugë tona t'i riparojmë që njerëzit lëvizin ma lehshëm. Sa i përket asaj që e tha zoti Ismail Latifi, është e vërtet se komuna jonë, komuna e Ravecit, komuna e Gjakovës, nëse s'gaboj Obiliqe dhe Vushtria, kemi probleme shumë me komisacionin, sepse janë bën mbi 50 vite që ligji për komisacionin nuk i ka trajtu tokat, dhe në tokat tona është bërë shumë ndërtim, ato nuk mund trajtohen si të tilla. Unë i kom shku disa herë Parlamentit Kosovës për këtë çështje, besoj që edhe këta mujt